Ish-ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor dhe deputeti socialist Arbian Mazniku është paraqitur këtë të njëjtën në gjykatën e posaçme. Mazniku është paraqitur si dëshmitar për kohën kur mbante postin e nënkryetarit të Bashkisë Tiranë në lidhje me hetimet e dosjes 5D. Në dëshminë e tij, ai ka theksuar se nuk e njeh Nestor Muhamellari. Mazniku ka deklaruar se me firmën e kryetarit të Bashkisë Tiranë ka qenë titullar i autoritetit kontraktor. Sipas tij, titulari i autoritetit kontraktor firmoste në fund, ndërsa dokumentet hartoheshin nga anëtarët. Me firmën e kryetarit kam qenë titullar i autoritetit kontraktor. Titulari i autoritetit kontraktor firmos në fund, ndërsa dokumentet përpiloheshin nga anëtarët. Nestor Muhamellarin nuk e njoh. Kjo ka qenë dëshmia e ish-nënkryetarit të Bashkisë Tiranë, Arbian Mazniku, gjatë seancës gjyqësore në gjykatën e posaçme. Për sa i përket ish-drejtorëve të kompanisë 5D, Redi Molla, Marin Glençato dhe Taulan Tushe, ai ka deklaruar se ka pasur marrëdhënie të mira pune dhe kontakte të vazhdueshme me ta. Ish-drejtori në Bashkinë e Tiranës, Redi Molla, nuk është paraqitur në sallën e gjyqit këtë të njëjtë. Po ashtu edhe Taulan Tushe nuk ishte i pranishëm. Ata të dy kishin kërkuar të përfaqësoheshin nga avokatët e tyre.